Ardi lindi me një sindrom të rrallë. Gjenetike. Dhe ti gjatë shtatzanisë nuk ishe vrejtur diçka? Jo, sepse është një sindrom aq i rrallë, saqë dhe testet apo analizat apo një çfarë do lloj gjë që mund të bëja unë nuk do ta nxjerrin dot në pa. Dhe them drejtën ishte të na ndryshoi e gjithë bota jonë 360 gradë. Edhe kur lindi nuk është se e kuptuan me njerë se qa kishte kuptuat. Kishte probleme me frymarrjen, e kanë mbajtur në inkubator rreth 2 javë. Pastaj e kanë marrë në shtëpi, është shtruar sërish sepse ai vazhdonte me ato problemet e tij, bllokoi vazhdimisht. Po të sillej ty dhe bashkëshortit diçka në përmendje në këto periudha? Më thënë drejtën, ndoshta baballarët e kanë pak të vështirë edhe ti pranojnë gjërat, po unë e ndjeja që kishte diçka që nuk shkonte në fakt. Edhe pse ishte lindja e dytë dhe kisha një farë eksperiencë nga e para, po kisha dhe një ndjesi, që ajo ndoshta e ndjesia e nënës që diçka nuk shkon. Dhe në Tiranë pastaj ka ndenjur për shumë javë në reanimacion, dhe nuk po përmisoi. Pastaj unë dhe bashkëshorti morëm vendimin që të merrnim një ambulancë dhe ta dërgonim në Itali, tek një spital që ishte i specializuar. Deri në atë moment, askush nga mjekët nuk po jepje dyshonin për një keq formim të rrugëve të frymarrjes, laringomalacia, por në fakt ai nuk e kishte atë problem. Sepse edhe atje kur e kam çuar nuk është se e kuptuan menjëherë. Pra u desh kohë që ta... U desh shumë kohë. Kemi qëndruar 2 muaj e gjys në Itali, pa u kthyer fare. Derisa i kanë bërë të gjitha ekzaminimet e duhura, i kanë bërë analiza gjenetike, dhe doli që kishte një mutacion gjenetik, sepse dhe sëmundja e tij nuk është se ka një emër specifike. Është një mutacion gjenetik që i krijon probleme kryesisht tek muskujt, hipotonik. I shkakton probleme të frymarrjes, nga hipotonia është bërë edhe skolioza. Po Si po e përbaloje ti në këtë kohë që po flasim, në këtë kohë që po më tregon? Derisa kam shkuar në Itali dhe pse kisha të ndjenjen që kishte diçka që nuk shkonte, prap kisha shpresë. Mendoja, ose ndoshta është diçka që nuk është shumë e rëndë. Por atje në Itali, pastaj çdo herë që më vinin informacione të ndryshme, isha si një njeri humbur në pyll, pa busull, që e dija se duhet shkoja diku, por nuk e dija si duhet shkoja dhe ku duhet shkoja, isha komplet e humbur. Diora në këto ditë, në këto javë, në këtë periudhë,